çdo menaxher e ka provuar atë ndjesin, ke një ekip plot me njerëz të talentuar, por rezultatet thjesht nuk po vijnë. Sot do të zbulojmë një formulë, le të themi pak të fshehtë për menaxhimin e ekipeve nën presion ekstrem. Dhe surpriza është se kjo formulë vjen nga NASA. E po, le të shohim se si parimet që quan njeriu në hën mund të transformojnë çdo lloj biznesi. Le ta nisim me pyetjen që me siguri i mban zgjuar shumë menaxher natën. Pse? Pse ndodh që një ekip i mbushur me ekspert, me buxhetin e duhur, me teknologjinë më të fundit, thjesht nuk funksionon? Është vërtet një enigmë frustruese dhe shpesh na bën të dyshojmë te gjithçka. Zakonisht, instinkti i parë është të fajsojmë mjetet apo aftësitë, apo jo. Fillojmë të mendojmë, nuk kemi programin e duhur ose na duhen njerëz më të zotë. Por e vërteta është krejt tjetër. Studimet tregojnë se dështimet rrallë, por vërtet rrallë, vijnë nga mungesa e kompetencës. Shkaku i vërtet? Ai është shumë më themelor. Është prishja e bashkëpunimit, komunikimit dhe besimit. Dhe pikërisht këtu, historia bëhet jashtëzakonisht interesante. Për të zgjidhur këtë problem kaq modern të biznesit, duhet të kthehemi pas në kohë, shumë pas. Në një mjedis ku gabimi më i vogël kushtonte jetë njerëzish, në botën e aviacionit dhe, të eksplorimit hapësinor. Le t'i hedhim një sy të shpejt historisë. Imagjinoni pak, fundi i viteve 70. Një val aksidentesh të rënda ajrore trondit botën, dhe hetimet zbulojnë diçka shokuese. Problemi nuk ishte te avionët, problemi ishte te njerëzit. Pilotët thjesht nuk po komunikonin. Ata nuk po sfidonin vendimet e gabuara të njëri tjetrit dhe, më e rëndësishmja, nuk po punonin si një ekip i vetëm. Kjo situatë alarmante e shtyu NASA-n të thoshte mjaft dhe të repronte në vitin 1979. Pikërisht nga kjo krizë, lindi ajo që quhet menaxhimi i burimeve të ekuipazhit, ose shkurt CRM. Tani duhet të kuptojmë diçka shumë të rëndësishme këtu. Ky nuk është thjesht një manual me këshilla motivuese, absolutisht jo. Është një sistem i mirëfillt, i projektuar për një qëllim, të bajë ekipet të funksionojnë në mënyrë perfekte, sidomos atëherë kur presioni arrin kulmin. Mirë, tani le të zhytemi në thelb të çështjes. I gjithë sistemi CRM mbështetet në 5 shtylla kryesore. Dhe këto nuk janë koncepte abstrakte. Mendojeni si një set veglash praktike që çdo menaxher, çdo ekip mund të fillojë t'i përdorë. Që sot. Shtylla nr. 1 dhe ndoshta më e rëndësishme nga të gjitha, komunikimi efektiv. Por kujdes, këtu ka një detaj thelbësor, nuk mjafton vetëm të flasësh qartë. NASA shkoi një hap më tej dhe krijoi konceptin e asaj që quhet kultura e sfidës. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë që lideri jo vetëm që lejon, por fton në mënyrë aktive anëtarët e tjerë, madje edhe ata me më pak përvojë, të kundërshtojnë dhe të vënë në dyshim vendimet e tij. Kjo është revolucionare. Për ta kuptuar më mirë, imagjinoni një kuzhinë në restoranti plot lëvizje. Kryekuzhinieri, në vend që thjesht të bërtasë urrra, i kthehet ndihmësit të tij dhe i thotë: "Hidhe një sy kësaj pjate. Nëse diçka, çfarë do qoftë, nuk të duket në rregull, ke autoritetin tim të plot për ta ndaluar." Kjo pra është kultura e sfidës në veprim, e thjeshtë dhe kaq e fuqishme. Tani, kalojmë te shtylla e dytë, ndërgjegjësimi situacional, dhe kjo shkon shumë më thellë se sa thjesht menaxhimi i detyrave. Një lider i mirë vëzhgon njerëzit e tij. Kush duket i mbingarkuar dhe gati për të bërë një gabim? Kush është i paqartë për diçka por nuk guxon të pyes? Kush po hesht? Ky aftësi për të nuhatur problemet njerëzore para se ato të shndrohen në probleme teknike, ky është thelbi i leadershipit të vërtet. Le të marrim një shembull të thjeshtë. Një menaxher në një fast food vëre një punonjës që po vrapon sa ndej këtej, i mbingarkuar. Ai thjesht e di që gabimi është vetëm çështje kohe. Dhe çfarë bën? Nuk pret që gabimi të ndodh. Ai ndërhyn menjëherë, riorganizon detyrat dhe parandanon kaosin. Ky është pikërisht ndërgjegjësimi situacional në veprim. Shtylla e tretë na mëson për fuqinë e grupit, vendimarrja kolektive. Dëgjoni me vëmendje. Në sistemin e NASA-s, autoriteti nuk do të thotë kurrë izolim. Asnjë vendim kritik nuk merret i vetëm. Lideri ka për detyrë të mbledhë informacionin nga njerëzit që janë në vijën e parë të zjarrit, ata që e njohin situatën më mirë se kushdo. Përsëri, shembulli i restorantit. Një menaxher mund të ketë ide geniale për menun e re, por kush e di vërtet se çfarë kërkojnë klientët çdo ditë? Kamarierët natyrisht. Ata e dinë saktësisht se cila pjatë shit dhe cila mbetet stok. Ti dëgjosh ata para se të marrësh një vendim,
kjo është vendimarrje kolektive e pastër. Tani, jemi të një koncept që mund të tingëlloj pak kundër intuitiv. Shtylla e katërt, leadershipi fleksibël. Ideja themelore është kjo. Vetëm sepse dikush ka titullin menaxher apo kapiten, nuk do të thotë se ai është personi i duhur për të drejtuar çdo situatë. Në një krizë specifike, leadershipi duhet i kalojë përkohësisht atij personin e ekip që ka më shumë ekspertizë për atë problem të caktuar. Imagjinoni këtë skenë, sistemi i kasës në një dyqan bllokohet plotësisht. Menaxheri nuk i ka idenë teknologjisë, por një nga arkëtarët e rinj e njeh atë sistem përmendësh. Leadershipi fleksibël këtu do të thotë që menaxheri bën një hap prapa, lë egon më njan dhe thotë: "Mirë, ti merre në dorë situatën, na trego çfarë të bëjmë." Dhe arritëm te shtylla e pestë, ajo që i lidh të gjitha bashk, menaxhimi i stresit dhe ngarkesës punës. Sistemi CRM e pranon hapur një të vërtetë të hidhur. Njerëzit e lodhur dhe të stresuar marrin vendime të tmeshme. Pik. Prandaj, një pjesë thelbësore e sistemit është trajnimi i vazhdueshëm i ekipeve, për të ruajtur qetësinë dhe për të shpërndarë ngarkesën kur presioni bëhet i padurueshëm. Këtë fenomen e kemi parë të gjithë me sy tan, apo jo? Gjatë orëve të pikut në një dyqan, një menaxher që bërtet dhe përhap panik, thjesht krijon më shumë kaos. Në anën tjetër, një menaxher që mbetet i qetë, flet qartë dhe delegon detyrat me saktësi, ai bën që i gjithë ekipi të funksionojë si një makinë e vajisur në mënyrë perfekte. Mirë, pyetja logjike tani është, çfarë ndodh në të vërtetë kur një ekip biznesi i merr seriozisht këto 5 shtylla? Çfarë ndodh kur fillon të operojë si një ekuipazh i vërtet misioni? E po, përgjigjja është se përfitimet janë të menjëhershme dhe vërtet të thella. Dhe këto përfitime nuk janë thjesht teori, janë plotësisht të matshme. Kur zbatohet CRM-ja, shohim një rritje dramatike të efikasitetit dhe shpejtësisë. Klima brenda ekipit përmirësohet ndjeshëm dhe ndoshta më e rëndësishme nga të gjitha, numri i gabimeve operative bie në tokë drastikisht. Pra, për ta përmbledhur, zbatimi i CRM-s do të thotë reagim më i shpejtë, më pak gabime, më pak konflikte. Por përtej gjithë kësaj, bën diçka edhe më të rëndësishme. Krijon një kulturë ku të gjithë ndihen pjesë e një misioni të vetëm, të përbashkët. Ndjenja e ne jemi një ekip, më në fund e zëvendëson atë mentalitetin individualist, secili për vete. Por, nëse do të duhej të distilonim gjithçka dhe të mbanim mend vetëm një gjë të vetme nga gjithë kjo filozofi, cili do të ishte ai mësimi thelbësor që na vjen nga dekada të tëra eksperiencë të NASA-s? Ja ku është thelbi i gjithë shkaje i përmbledhur në një fjali të vetme. Një ekip i vogël që komunikon mirë mund t'i mbijetojë çdo krize. Një ekip i madh që hesht është një dështim i garantuar. Çfarë do thotë kjo? Që madhësia apo talenti individual nuk kanë absolutisht asnjë rëndësi nëse komunikimi dështon. Një ekip i vogël por i bashkuar mund t'i bëjë ballë çdo stuhie, ndërsa një grup gjigantësh që nuk flasin me njëri tjetrin, ata janë të destinuar të dështojnë. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të reflektuar. Duke i parë këto 5 shtylla, komunikimin, ndërgjegjësimin, vendimarrjen kolektive, leadershipin fleksibël dhe menaxhimin e stresit, cila prej tyre i mungon ose ndoshta i nevojitet më shumë se gjithçka tjetër ekipit ku secili prej nesh bën pjesë?